shpifën pse ka shumë shpifën dhe një. Realisht për 18 vitet punës që i ka në shkollën Xhemal Musafa, asnjëherë nuk e ka pas asnjë vrejtje me shkrim të vetme e cila dëshmon se ky ka qenë i parregullt në mësim ose ka kryer ashtu siç po pretenduar ligjërimi fetare. Ky ka pas gjuhën angleze dhe kemi biseduar me të dhe ka prezantuar në këtë shqipën gjysose përveç bisedave të lira jashtë mësimit jashtë shkollës, që është pyet ndonjëherë, asnjëherë brenda shkollës nuk ka ligjëruar për çfarë. Është në fakt kundër një lande që shpërtendohet prej organizatorës së manifestimit të ditës së flamurit, se ka folur edhe kundër landës së edukatës muzikore. Ne kemi pasur ajo asnjëherë nuk ka arritur të prezantu sbashku me zëvendësin drejtorin asnjë deklarim të Muhamedit në drejtim të pretendimeve të kërkojës. Drejtori dhe dëshmitare në shëndënca nëse e sheni edhe deklarimin që kanë dhënë policia, prokuroria, janë të orientuar me parashikime të tona, saqë edhe drejtori, edhe kolegja e tij, si mësimdhënëse e edukatës muzikore, nuk kanë krijuar dhe nuk kanë dashur bisedojnë në Muhamedit. Janë drejtuar gjithmonë bazë parashikime, bazë pashëthënëve që në bazë të rregullave shkollore të ndaluara. Në çdo vend punës janë të ndaluara pashëthënë. Spaku do duhej që zëvendëtori ose edhe kolegja e Muhamedit të bisedojnë dhe të tregojnë të marrin mendimin nga Muhamedi, jo marrin mendimin pashëthënëve parashikuese. Por marrin mendimin se cilë është qëndrimi i tij, a kërkon kështu apo nuk kërkon për vendin tim, apo për çështje tjera të cilat i pretendojnë prokuroria. Muhamedi asnjëherë nuk ka pas rast penal të hapur. Ashtu siç tregova, ka qenë njësia antiterrorit që është marrë me rastin dhe ka grumbulluar informata nga ish drejtoreja asaj kohe për të nëse pamjen e tij, veshjen e tij. Unë mendoj dhe është mendimi i bazuar se shoqëria kosovare është shoqëri që duhet bazohet në ligj dhe duhet të bazohet në legjislacionin e pashtu edhe institucionet arsimore duhet bazohet në frymën tonë shtetit të cilin e kemi dërguar. Kushtetuta jonë e konsideron këtë vend shtet demokratik dhe qytetarët që gjithë të vishet e të prezentojë ashtu si të tërë. Vetëm mos merran ndesh me vlerat tona qoftë kontore, me vlerat tona shtot formuese, po jo të paraqitohet në atë nivel, siç është paraqituar Muhamedi në vitet e tëra. Vetëm se kanë bërë një mikër ose kanë bërë pantolla të shkurtë. E që është besoj një e drejtë e tij personale është një liri e tij. Ne i kemi po ndërruar të dalë të gjykus se prova materialet të cilat i ka ofruar këtë prokurori nuk dëshmojnë as pak për figurën, për ndërtimin e figurës së vetë penale. Nëse ju kujtohet të shqyrtimin fillestar, në çfarë hyrse, prokuroria ka pretenduar se ka një telefon të ekzaminuar me detaje të cilat dëshmojnë se Muhamedi ka një bindje ndryshe fetare, që nuk është e vërtetë. Në atë raport të ekzaminimit e tu, si thotë, nuk ka asnjë element, nuk ka asnjë provë inkriminuese gjatë ekzaminimit. Do të thotë që nuk është nxjerrë asnjë provë inkriminuese në ekzamin. Prokuroria nuk është nxjerrë asnjë provë gjatë ekzaminimit në prezenton si provë për të dëshmuar ekzistimin e veprës penale. Po ashtu edhe raporti policor nuk është tjetër gjë përveç se procedura administrative, cilën policia e ka udhëheqë rastin, qoftë të hapjes së rastit, ato forma të hapjes së rastit, ose raportet
e tjera policore që gjenden në të, por nuk dëshmojmë as pak të tilla raporte për ditën e incidentit. Një ashtu e kemi edhe videoregjistrim, të cilin e kemi prezentuar në peshqyrtim gjyqësor, ku shumë qartë shihet se të gjithë qoftë prindi i nxënësës i cili është vërtet i jetë kryetar i Këshillit Drejtues të shkollës, që po na befason edhe neve, që gjithë ky organizim i çuditshëm. Kryetar i Këshillit Drejtues të shkollës paraqitet në shkollë, më njëherë pas incidentit. Po ato zgjedhet problemin në shkollë, me procedura shkollore, apo duhet vinë këtë prind ato deklarohen, media deklarohen për çështjet të cilat i takojnë spori, takojnë shkollës. Ose deklarohet drejtori, zonës drejtori i shkollës, ende pa e marrë asnjë detaj, asnjë deklarim deklarohet për incidentin, duke pretenduar se incidenti ka ndodhur për shkak të gjendjeve fetare. I nderuar kryetari i gjykatës, ndoshta karakteret të ndryshme. Dikush mund të jetë më i rreth dhe më profesional. Dikush mund të kërkojë më tepër rregull rend. Mirë po, me të vërtetë unë kam menduar personalisht që të vinë kërcov, po për shkak të respektit gjykatës, nuk e kam inskenuar një ngjarje të tillë që të bëj zhurmë dhe të bërtas. Edhe pse niveli jonë, me nivelin e nxënësve është ndryshe, po me të vërtetë ne kemi nevojë për rend dhe për dëgjueshmëri. Ne kemi pa këto dy komponente, edhe komponentën e urrejtjes fetare, që është paraqit në rastin e Muhamedit, që është drejtuar më pas tek Muhamedi. Po dhe komponentën e disiplinës. Nuk mund të askush të bëjë çka të duhet. Është autoriteti, është respektimi i autoritetit. Definitivisht ne kemi të bëjmë me një rast ku autoriteti mësimdhënësit nuk është respektuar. Ndoshta duket e rëndë që është shty flamuri, është rëndë tokë, por nuk e ka pas Muhamedi atë qëllim, e ka deklaruar këtu, për shkak se edhe vetë ka mbajtur flamurin, edhe vetë ka mbajtur pisin me gjyshin e tij dhe është familja e tij me një traditë kombëtare, me një kontribut që ka dhënë historikisht vendit, qoftë prindi i cili të jetën ja ka kushtuar gjuhës shqipe dhe është pensionist, e po ashtu edhe gjyshin e ka pas hoq, po ashtu më shani, me pjesë, në fakt. Qysh ka mundësi që Muhamedi të rrjedh bindje familje të tillë kombëtare, të rrjedh me bindje të tilla ekstreme. Ne kuptojmë prokurorin se ka raste ekstreme në shoqëri, mirë po në raport me Muhamedin këto pretendime nuk qëndrojnë. Andaj kërkojmë sa gjykate që nga rrethonat të cilat i kemi sqaruar, me elementi subjektiv mundoni ndërmjet kryetarit të gjykatës. Nuk ka pas qëllim të hedhë flamurin, por ajo ka ndodhur në aferë. E mungon pashtu edhe elementi objektiv, me flamuri edhe kisë. Nuk kam rënë në shport ashtu si po pretenduar. Edhe këtë ka sqaruar i akuzuar. Në mungesë të këtyre elementeve dhe provat të cilat i elaboruan, kërkoj që ta lërojnë nga këtë. Nuk është në konti e dha fjole që njësore, këtë konti. A pajtu është në deklarimet të mblurit, dhe a është të diçka tjetër kjo? Nuk diçka të re, por në qatë një që kanë të nërgu dhe më që dhe pasyre. Nuk kam diçka tjetër kjo që kjo që në shërë, dhe që ndroj pasyre. Edhe që ditëm se ka shumë shpike në një. Dhe që ditëm se ka shumë shpike në një. Si ku të tregoj gjarja, ashtë si ka ndodhur, asi shkroni, asi presi, s'ke që akuzu me dhëtë me në shumë. Badaj, unë po javë juve si gjykatë shkysha dhe ka marrë të këtu, se dhe da më në drejtësinë si pas atyre që shikë një bëgjuar saksisht me parte ose e jo parte. Si pas se që e dëgjuar. Në kisha të tjetër më shumë
Gjykata afatin dush. Proces.